Në 94, si thash, erdha me një grup folklorik këtu dhe pash teatrin, më pëlqeu shumë, u futa brenda, u takova me drejtorin Milko Sparenblek. Unë kisha dëgjuar për të shumë në Francë, sepse ai dhe atje ka punuar gjatë dhe ram në bisedat ndryshme, ai njihte edhe drejtorin ku unë kisha punuar në Strasburg, Jean-Paul Gravier, dhe kështu më propozoi që të qëndroja këtu. Ishte aq i sjellshëm dhe aq i ngrohtë në atë kohë me mua, sa që më bëri që të vendos të qëndroj në këtë. Unë në këtë art, në këtë profesion, kam hyrë fare rastisht, sepse në atë kohë përzgjedhja e elementëve të baletit bëhesh nëpër shkollat fillore dhe të gjithë specialistët që vinin në këto shkolla zgjidhin elementët më të mirë. Kështu që në këtë drejtim unë jam një përzgjedhje fare rastësore dhe mund t'i falem vetëm specialistëve të teatrit operës dhe baletit të Tiranës, të cilët më përzgjodhen edhe më futën. Në fakt, unë nuk kisha idenë se që ishte baleti. Me të hyrë në shkollën e baletit, u pa që si shduket unë kisha dhunti dhe predispozitat mira për këtë punë. Dhe unë kam qenë në qendër të sallës, diku aty, kur kemi dëgjuar zhurmën e parë. Zhurmën e dytë, unë nuk kam kuptuar se ç'u bë këtu, vetëm se u bë një tym i madh dhe të gjithë vrapuan drejt derës, siç duket. Unë dhe disa të tjerë kishim fatin që të ishim në mes të turmës, ndërsa të gjithë tjerë që ishin anas kësaj morën plag në trup dhe mbetën plagosur 17 veta. Por tamam në vendin ku isha unë, në qendër të sallës, kur erdhëm më pas, ishte një brim prej 30 cm. Domethënë që sikur unë mos kisha lëvizur në atë vend, Zoti më ndihmoi, atëherë sot nuk do isha gjallë. Por kjo bëri që neve të afrohemi shumë me njëri tjetrin dhe aty kuptova unë që siç duket nuk kam kthim mbrapa. Në atë kohë më kujtohet që ishin shumë kërcimtarë të vendeve të tjera që u larguan më një herë, por kjo për mua ishte një gjë e papranueshme, ishte një turp i madh që unë të largohesha më një herë pas kësaj, sepse doja të ndaja fatin me të gjithë kërcimtarët e këtushëm. Dhe kjo pasaj na bëri që ne të jemi shumë afër njëri tjetrit dhe për vitet të tëra kemi jetuar me atë ankth në një farë kuptimi, por edhe shumë të lidhur, shumë miqësor me njëri tjetrin. Edina je balerina koja ima neke predispozicije, ali više svega predispozicije, talenat i je jedna osoba, snažna osoba na sceni, da kad sam ja plesao s njom, ja sam
как се каже на hrvatskom? Sve na ježi. Evo, samo to mogu reći za Edinu. Edina bila je, imao sam čast pozvati u Albaniju, mi smo plesali tamo La Sylphide. Pozvao sam nju i na jedan drugi projekat za Oraša, ali ona nije mogla i nije došla. Sram da je bilo. Da, žao mi. A ovako, za Ilira mogu reći ko mlada balerina, kad sam tek došla u ansambl, on je već bio prvi plesač predivan gdje me inspirirao i uvijek sam ga gledala i mislila joj da mi jednom zaplesat s njim. Što se na kraju kad sam stasala u prima balerinu i desilo i imali smo predivne momente plesanja Labuđeg jezera, pomagao mi je puno u Žizeli kao partner i mogu reći poslije se nastavilo naše zapravo profesionalni rad, pretočilo se u prijateljstvo gdje on meni jako puno pomogao kao pedagog. Gdje smo mi na samo, kad sam ja sprala jako zahtjevnu klasičnu rolu Trnoružice, na samo smo se mi još nalazili gdje me još pomagao mi je da to još bolje tehnički spremim i napravim, tako da Ilir je oduvijek bio inspirativan i obožavala sam s njim plesati moderne balete. On je, ima tu pojavu, tu mekoću i dušu i mogu reći eto baš obilježio moju karijeru i moj rast kao balerine. Kërcimtari i parë në Zagreb, por natyrisht bëj edhe punën e baletmaestrit dhe puna e baletmaestrit natyrisht këtu ka baletmaestra që janë me shumë eksperiencë kështu. Puna e baletmaestrit është një punë e të njëjtit sfidë, siç mund të jetë edhe puna e kërcimtarit. Është interesante që të zbulosh ke vete se si mund krijosh një atmosferë shumë të mirë me kolegët me të cilët punon dhe është po aq interesante të zbulosh se nëse krijon energji të mirë me ata në kohën që bashkëpunon. Këtë mund ta them me siguri të plotë që kur jam futur, domethënë që nga mosha 9 vjeç deri më sot që kam kaluar 52 vjeç, unë nuk ka ditë që nuk ushtrohem. Kjo nuk do të thotë se vështirësi nuk ka fizike, por e vetmja gjë që mund të mbaj. Dhe unë kam besim absolut që përveç gjenetikës mund kam mbajtur në skenë kaq gjatë thjesht disiplina dhe mënyra rigoroze të ushtruarit përditshëm. Kjo është rruga që bëj unë çdo ditë, nga Haja Nkaja deri në Knjižnica. Nganjëherë e bëj edhe në mënyrë instinktive, pa menduar fare se do shkoj të takoj Doroteën, sepse ndonjëherë ajo ndron turnin, mirë po në mënyrë instinktive unë këtë rrugë bëj dhe vi tek Dorotea, pastaj ose dalim pim dhe një kafe para se të shkojmë në shtëpi, ose shkojmë direkt në shtëpi, ose të gjitha gjërat që kemi për të bërë më pas gjatë ditës. Në Zagreb kemi ardhur prej 94-ës, 95-ës. Unë prej 11 vjetësh kryej detyrën e drejtueses bibliotekës shqiptare në Zagreb. Përveç punës në bibliotekë, drejtoj dhe shkollën shqipe, pra mësimi plotësues në gjuhën shqipe. Dhe kohën e fundit merrem me përkthime si në letërsi artistike ashtu edhe në përgjithësi punën e përkthyesit. Jam përkthyes i përhershëm gjyqësor për gjuhën shqipe dhe kroate. Kjo është puna ime në përgjithësi. Natyrisht që unë kam qenë në shumë metropole të Evropës, po dhe më gjërë, por duhet të dini që Zagrebi ka një sharm të çuditshëm, është një qytet në përmaset e njeriu, si i thoni ju në kroatisht, që është shprehje shumë e bukur, që mu më pëlqen. Edhe kjo është arsye që njeriu ndihet mirë këtu,
Dhe ne që të dy ndjehemi në mënyrë fantastike në këtë qytet. Përveç punërave që bëjmë, ne këtë qytet e duam shumë dhe ndjehemi shumë komod. Unë dhe Dorotea njihemi prej shumë kohësh. Aq gjatë sa ndoshta edhe nuk numërohen. Domethënë, unë mund të kem qenë rreth 20-21 vjeç në atë kohë. Në atë kohë kur unë fillova të bëhem famoz në Tiranë në një farë kuptimi, vinte një publik i shkollave për të parë shfaqjet e baletit. Natyrisht kisha, si thua, një lloj suksesi në një farë kuptimi, nëse mund ta themi kështu. Ka bërë përshtypje gjithmonë një vajzë në lagje, e cila ishte ndryshe nga të gjithë vajzat e tjera në atë kohë. Mirë po, e keqe ishte që unë e kisha shumë për zëmbër këtë vajzë dhe ajo vajzë nuk tregonte asnjë interes për mua në atë kohë. Sigurisht në atë kohë kur unë isha askush dhe ai ishte tepër i njohur dhe pse në hapat e para të karrierës tij, do të thoya që jo vetëm që ishte e pa imagjinueshme, por ishte si do thosha ndoshta e pa arritshme për mua që të mund të ishim bashkë në kuptimin, por kuptohet që me dëshirën time, por me indiferencën, le të themi, në dukje. Si duket të bëra më interesante dhe kështu që sot jemi bashkë 30 vjet. Kjo është të drejtë kaq. Prvi susret je bio u HNK, ja sam mene doveo koreograf gospodin Norman Dixon, koji je postavljao u HNK balet La Sylphide. I gospodin Kearney je plesao glavnu ulogu. I prvi susret je bio, on je došao s jednim ručnikom umotan sa probe u krojačnicu. I nije bilo puno riječi. Kostim smo probali, bila je premijera, on je sjajno odplesao, svi su bili lijepi, uspjeh i gotovo. Međutim, nakon jedno godinu, dve, počelo je sasvim obično i službeno da bi završilo neobično i lijepo. Më pas, njohja me të ka lënë mbresa të jashtëzakonshme, ndoshta si rrallë herë në jetën time, me një personazh artistik, një zonjë e vërtet, që kishe plot çfarë mund të mësoj nga ajo, dhe në çdo moment të kontaktit me të ishte tepër interesante. Ajo është një enciklopedi e vërtet, në një farë kuptimi, dhe mund të them që nga njerëzit e rrallë që unë i mbaj si pika referimi në jetën time artistike është zonja Wagner. Moram vam reći, ja sam u 55 godina mog kazališnog bivstvovanja radila sa blizu 100, što redatelja, koreografa, stranaca, domaćih i sve, ali da je bilo malo ljudi na koje sam naišla kao što je bio gospodin Kearney. Nëse bëhet pyetja në një, sikur të rikthehesha përsëri dhe të kërkoja një zanat tjetër, një profesion tjetër, atëherë ndoshta me siguri që nuk do të ishte ky baleti, por do të ishte një gjë tjetër. Për shembull, ndoshta mund të isha sot një stomatolog shumë i mirë, dhe nëse do të kisha një jetë tjetër, këtë mund ta them që do të dëshiroja që të isha një stomatolog. A jam i kënaqur me gjithë që kam bërë në jetën time, unë mund të them plotësisht që jam tepër i kënaqur, kam dhënë maksimumin tim në të gjithë karrierën time dhe për këtë jam i lumtur në këtë kuptim.